Mirëmëngjes nga vlogmas numër 5. Unë jam bërë gati. Sot kemi një ditë super të bukur, na ka dalë dielli dhe pse shqyr nuk ka më shi. Jam bërë gati dhe do ikim te Tegu së bashku sepse dua të blej disa gjëra për të dekoruar kuzhinën. Sot është dita që do dekorojmë kuzhinën. Dje kemi bërë të gjitha punët edhe sot është momenti ideal për të bërë dekorin, duke qenë se çdo gjë është e pastër. Kam menduar të shkoj te Tegu. Nuk e kisha në plan për të ikur atje, por duke qenë se atje është hapur ai dyqani Flying Tiger, edhe dua që të shkoj të shikoj një herë se si janë. Si ato dyqanet ka edhe në Greqi edhe në Finland, atje janë gjërat më lirë, por nuk e di se si do të jenë këtu në Shqipëri. Kështu që do shkojmë bashkë në Tek, do marrim gjërat që na duhen dhe do kthehemi në shtëpi që të bëjmë dekorin. Unë futa tek Flying Tiger që është hapur tani, edhe ishin shumë shtrenjtë në krahasim me çfarë në Finland ose në Greqi dhe nuk ishte aq gjëra sa të shumë prisja të kishte, siç e pash edhe në Greqi, edhe nuk mora asnjë gjë. Tani jam tek Jumbo, këtu ka plot gjëra. Mora një dy gjëra tek Jumbo, u futa edhe tek Rossmann Lala për të marrë ato fije dentare për dhëmbët, edhe tani kam ardhur tek Sinsay. Tani do futem dhe të shikojmë se çfarë do ketë këtu. Do të shikojmë një gjë të veçantë. Erdha në shtëpi dhe ishte goxha e lodhshme sepse kishte një super trafik, autobusat ishin plot. Nuk e di, në një momentin e fundit u pendova që shkova, por hajt më. Tani, siç ju fola dhe më parë gjatë kohës që isha tek Tegu, te Jumbo kishte goxha gjëra të lezetshme, por nuk është se më tërhoqi shumë vëmendjen që ta merrja diçka, sepse nuk mund të marrë gjëra që s'më nevojiten. Mora vetëm një dy gjëra që kisha bërë tek lista ime, të cilat më duhen për të bërë dekorin e kuzhinës, dhe më pas shkova tek Flying Tiger që u zhgënjeva, edhe e prisja, më thënë të drejtën, sepse fakt unë mendoja se do gjenim gjëra siç ishin në Finland, siç ka në Greqi që janë plot edhe ka shumë gjëra të ndryshme. Vura re që çdo gjë ishte 4000 lekë, 4000 lekë, 4000 lekë, po tani nuk mund të merje, do ju tregoj diçka që bleva tek Jumbo, që t'ju bëj krahasimin. Do me thënë, unë doja të merja furça, penela për të pikturuar, edhe ishin 4000 lekë. Ndërkohë te Jumbo të njëjtat ishin 1500 lekë, më duket diçka e tillë. Tani nuk e di ku shkojnë me këto çmimet, por vërtet ja fusin kot edhe nuk është se janë në një cilësi të thuash po e merr edhe e ke për shumë kohë. E dim se si janë furçat e pikturave, kështu që edhe filxhanët nga 7000 lekë, nuk e di, më dukeshin çmime shumë të tepruara, kur unë në Greqi mora 2 filxhan vetëm 4 euro. Nuk e di. 4 euro të dyja bashkë, nga 2 euro secila. Shkova te Sinsay sepse e di që aty do gjej gjëra të veçanta që nuk i ka as Jumbo dhe as kjo që isha tani te kjo e reja jo njëherë, po që te Sinsay kishte shumë gjëra të lezetshme dhe unë mora vetëm 2 gjëra atje sepse pjata mora. Sepse mora edhe në Greqi siç ju kam treguar, kështu që s'ja vlen të prishja lekë kot.
Te Sinsei, mora këtë shtëpinë këtu, sepse doja një shtëpi të tillë që ta kem për dekor. Kishte edhe në ngjyrë të bardhë, por unë, duke qenë se kuzhina është e bardhë, nuk doja t'i bëja çdo gjë të bardhë. Edhe mora këtë, edhe kjo është me bateri, por ja heq këtë letrën, edhe sikani sa e bukur është. Shikoni pak se sa e bukur. Do ja vendos prap letrën tani që ta kem për më vonë, kur ta dekoroj kuzhinën. Pastaj do merremi me dekorin e kuzhinës. Kemi punë për të bërë sot. Kështu që kjo është gjëja e parë që mora. Kjo ishte, më duket se 4.000 lekë. 3.900 lekë. Ama është një gjë e veçantë edhe nuk ishte as te Jumbo as tek ajo tjetra që si ja them, jo si ja them emrin, po që nuk u zgënjeva. Më pëlqeu shumë kjo shtëpia e vogël. Tjetër tek Sinsei. Unë e kam marrë edhe te Elsi Waikiki Home para një viti, po, fix një viti. E kam marrë atë gjën që vendoset luga kur gatuan, edhe unë te Sinsei gjeta këtë, duke qenë se e hoqa atë tjetrën, se është për vjesht, për sezonin e Halloween. Mora këtë këtu, që shikoni pak sa e bukur që është, me këtë shtëpinë, edhe për çudi, shikoni pak se sa shkojnë. Shtëpi këtu, edhe këtu një shtëpi. Kjo është në ngjyrë të bardhë dhe kjo ishte 3.900 lekë. Edhe ka këto flokët e të borës, ho këtu. Shikoni sa të bukura janë. Kur ti ke në Finland, më duhet një valixhe vetëm për të futur këto dekore që unë kam blerë gjatë kësaj kohe këtu. Këto të dyja ishin nga Sinsei. Më pas, në Jumbo, mora një kanva, sepse do pikturoj diçka të bukur për Krishtlindje, që e kam parë në Pinterest dhe ta vendosim tek banaku, tek kuzhina, sepse ngjan bukur. Duke qenë se ngjyrat i kam nga hera e kaluar dhe më duket se këto kanva, më duket se janë 2 copë brenda. Jo, janë 3. Kemi 3. Do bëjmë ngjyra të ndryshme. Këto janë furçet që ju thash çfarë, që ishin 4.000 lekë tek Tiger, ndërsa tek Jumbo me 1.500 lekë, më duket as 1.500 lekë nuk do kenë qenë. Mora stilolapsa. Unë kam stilolapsa në shtëpi, por doja disa që të kishin të kuqen edhe të zezën, edhe jeshile paska, sepse do filloj që të mësoj finlandisht, ja kam vënë kusht vetes që do mësoj çdo ditë nga 1 orë, sepse tani nuk kam më justifikime, jo po nuk mësoj dot, jo po unë jam këtej, jo po kështu, jo po ashtu. Tani që çdo gjë po rregullohet, shqyr Zotit, do filloj të mësoj finlandisht që të jem e përgatitur kur të shkoj. Te Jumbo mora këto dritkat që ishin 800 lekë, as 1.000 lekë nuk ishin. Unë kam ato që solla nga Greqia, që janë shumë të gjata. Edhe dua të bëj një dekor me një vazo, që të vendos të dritat edhe ta mbush me disa gjëra brenda, edhe do ngjajnë shumë bukur. Tjetër, te Jumbo mora këto 2 pemët, kishte edhe në ngjyrë gordë, se na bërën gjithë xixa tavolinën, madje që nga shtrëmbuar kjo. Ja u drejto ka shpejt. Mora këto 2 pemët, sa të bukura që janë. Edhe këto nga 1.000 lekë më duket ishin, nuk e di, se mbaj mend. Mora te Jumbo. Gjitha këto që të tregoj tani janë te Jumbos. Mora këto 2 markers që janë për të mësuar që ti nënvizoj me ngjyra, ato që duhen që janë më të rëndësishme. Mora këto shiritat që do bëjmë dollapet e kuzhinës Fjongo. E kishte bërë Adela para 3 ditësh dhe më kishte bërë tag në Instagram. Unë atë ditë në mëngjes ja çova mamit një ide nga Pinteresti dhe i thash do t'i bëj dollapet e kuzhinës, duke qenë se janë të bardha dhe do shkojnë shumë me këto shiritat e kuq që unë do t'i bëj dhe me Fjongo. Vetëm se nuk mora ngjitës, por më duket se e kam një ngjitës tek shtëpia, një ngjitës plastik, sepse mjafton nga brenda dollapit që t'i ngjisim. Inshallah po ja dal. Dhe tjetër te Jumbo gjithashtu mora 4 qirinj të kuq. Tani këto nuk e di nëse sa të bukur që janë. Si këto kishte edhe tek Sinsei, ishin 4. Ai, e pas kam thyer o njerëz. Po qëndron akoma. Okej. Te Sinsei 4 copë ishin 2.500, unë i mora 4 copë 2.000 lekë, te Jumbo ishin me 500 lekë copa. E shikoni, kjo është e madhe. Por jo, do t'ja u gjej. Këtë si që mora për në vjesht, nuk gjeta qirin që unë doja, dhe ngeli
bosh. Kështu që si vjet do t'i vendosim këto të Krishtlindjeve. Çfarë kemi tjetër? Pas kam marrë dhe një shtëpi tjetër. Pas kam marrë një shtëpi prej Druri, që është pa ndryshim, sërsi ajo tjetra. Shumë e lezetshme dhe kjo. Me këtë babagjyshin unë, me këtë gingerbreadin edhe me një pemë. Dhe dy gjërat e fundit, te Jumbo gjithashtu mora edhe këtu. Nuk ishin shtrenjtë, nga 1000 lek, nga 1500 lek. Më duke në rregull, mora edhe këtë që të bëjmë disa ide të bukura. Gjithashtu futa edhe tek Rossmann, mora këto për të pastruar dhëmbët dentare, fije. Më pëlqejnë shumë këto që mbahen kështu tek dora dhe mbaron punë shpejt edhe janë më praktike. Këto ishin të gjitha gjërat që morën tek Tegu. Këto ishin disa nga dekoret që unë mora. Të tjerat i kemi këtu mbrapa, i kam vendos tek divani, do t'i vendos dhe këto tek divani, që t'i marrim pastaj dhe të fillojmë nga dekori i kuzhinës. Mezi pres të shikojmë se si do të na dali, që të bëjmë edhe disa reelsa të bukur me receta, sepse u bëkoj që nuk po gatuaj receta, dhe qëllimi i Instagramit tim është recetat. Kam filluar tani dhe nga këto vlogjet, si që i bëjnë në YouTube, por shumë të shkurtuara, në mënyrë të shkurtur normale. I kam hedhur në Instagram dhe i kanë pëlqyer goxha. Kështu që do kemi të tjera. Kjo më pëlqeu shumë. Kjo është e preferuara ime. Tani, po i vendos të gjitha këtu dhe për pak do fillojmë nga dekori i kuzhinës, por unë ndërkohë dua që të ha dhe drek, sepse nuk kam ngrënë akoma. Kam bërë fasule nga dje, kështu që do ha ato, duke qenë se s'kam pas kohë të merrem, ndërsa për darkë do shikoj se çfarë do sajo në një gjë interesante. Bleva 2 avokado, siç e dini, marr gjithmonë tek rrugë Elbasanit. Nuk ishin aq të mëdha sa herët e kaluara, por janë të mira. Dhe gjithashtu çfarë mora? Mora gjalp, sepse harova partije të merja. Gjithashtu mora edhe disa byreçka të gatshme që janë të ngrira, që i fut në furrë dhe i ha. Për darkë do bëjmë ato, me që u kujtova që i mora. Kështu që vazhdojmë nga... Wow, unë po shikoj këtë filmin turk tani dhe u çudita. Vazhdojmë të ha drekën edhe vazhdojmë pastaj. Tani do ha drekën edhe vazhdojmë pastaj me dekorin e kuzhinës. Unë ndrova sepse mendoj që ky kostum i kaf është shumë i bukur për të bërë këtë video, duke qenë se isha me pijama, isha me xhinset edhe me rroba siç kisha dalë jashtë, dhe ky është më i përshtatshëm për tani. Erdhi momenti që të dekorojmë kuzhinën. Këtu mbi banak kam vendosur të gjitha gjërat që un kam. Mendoja se kisha edhe disa gjëra të tjera që kam pasur para disa vitesh, por të vetmet që un kam janë këto që janë për pemën. Duke qenë se un nuk kam një pemë, por kemi atë vazën e bardhë të madhen, që është prej balte, nuk e di se si mund ta quaj, që kam menduar diçka shumë të bukur, por nuk do ta bëjmë dot sot, sepse më mungojnë ato. Doja të merja disa deg prej bredhi original, por nuk e di se ku mund t'i gjej këtu në lagje. Unë në shtëpi nuk kam bredh, kështu që duhet të gjej ku kam, të këpusim disa deg të gjata dhe t'i vendos. Dhe në për ato degët do vendos këto topat e vegjël. Gjithashtu, po të shikoni këtu kam edhe një yll që s'do na hyj në punë kësaj radhe, por s'ka gjë. Këtu kam edhe disa lule. Kam pasur shumë gjëra të tjera. Ja, edhe këto. Kam pasur dhe disa gjëra të tjera, të cilat mamaja ime zgjodhi që ti nxirrte për të hedhur, sepse nuk e dinte që në atë qese, në atë çantë kishte zbukurimet e Krishtlindjeve, kështu që ne i kemi hedhur. Këto janë të vetmet që mua më kanë ngelur këtu në shtëpi, por kemi dhe këto që kemi bler, që kam bler unë në Greqi dhe që bleva sot. Kështu që vazhdojmë shpejt e shpejt nga dekori i kuzhinës. Duhet të gjej pak në fakt edhe ngjitsen, sepse do më duhet për dollapet e kuzhinës që të bëjmë me shirita. Kam menduar që ai si lloj kryqi që do vendoset shiriti të jetë kjo që bleva sot, ndërsa fjongot t'i krijoj me këtë këtu, që të bëjmë një lloj thyerje, duke qenë se kjo ka edhe pjesën e goldit këtu anash. Do mundohemi, inshallah po arrit t'i bëj mirë
fjongot, sepse I kam shumë vështirë, nuk e di pse, çfarë nuk bëj. Por po të më thuash për gjëra për të qepur, për të bërë kështu gjërash, nuk e di pse po ngec. Vazhdojmë ka puna sepse na pret 1-2 orësh I mirë këtu duke u marrë me dekoren, sepse ka shumë punë të merresh me dollapet, kështu që sepse këto janë edhe shumë të larta, unë nuk kam një shkallë, do marr atë stolin e vogël dhe do hypi mbi banak, sepse s'ka mënyrë tjetër se si mund t'i bëj. Someday my dreaming will turn out alright. I can remember the morning dove calling on the 8th of December when I went away. But I'll come back as long as you let me. I will tani dollapet I kam bërë një po, një jo, sepse nuk doja që t'i bëja shumë të ngarkuara, edhe tani është momenti që të bëjmë fjongot, dhe fjongot do t'i bëjmë me këtë shiritin që kam bler, sepse ai që kam sjell nga Greqia nuk arriti, domethënë fare, u bën vetëm 2 fjongo të voçkla. Kështu që fjongot do t'i bëjmë me këtë. Edhe të fillojmë t'i vendosim, nuk e di në fakt si do t'i vendosë, si do të më qëndrojnë, sepse ato duan që të ngjiten, por do t'a gjetë. Drawn and they're weary, every one of them strangers, and none of them you. I can remember the morning dove calling on the 8th of December when I went away. But I'll come back as long as you let me, and I will return, never to stray. And I will return, I'm coming today. Çdo gjë është gati. Unë sapo kam përfunduar me dekorin e kuzhinës dhe pak fare tek pjesa e televizorit dhe tavolina e mesit. Nesër do merremi me pikturimin e asaj kanvës që unë bleva dhe me rregullimin e tavolinës së ngrënies, sepse është e vetme që më ngeli pa rregulluar. Ora është gati 7 e mbrëmjes dhe imagjinoni që u kam ardhur dhe deri tani jam duke u marrë me këto dekoret. Po e kthej kamerën dhe t'ja u tregoj dhe juve se si duket kuzhina e përfunduar.
Tani që jemi në fund dhe e kemi dekoruar të gjithë kuzhinën, nuk e di se si u duket, por i kanë dhënë goxha pamje këto fjongot e kuqe. Mua më pëlqen edhe e rëndësishme është që të krijojmë një ambient sa më të ngrohtë edhe të ndjejmë këtë atmosferën e festave që po vjen. Unë këtu mbusha një gotë verë sepse po bëja një reels që besoj do e keni parë në Instagramin tim. Do ta pi, nuk e di nëse do e pi të gjithën, se nuk e pi alkoolin, por që është e mirë. Do përgatis darkën, siç e thashë më drejt. Do bëjmë këto byreçkat e ngrira, të cilat i bëra në drejt, që janë me djathtë, edhe i kam provuar edhe një herë këto byreçkat nga mamas, edhe më kanë pëlqyer. Do marr këtë tepsi, i vendos një letër fure, edhe do vë vetëm një 2-3 copë, nuk dua të bëj shumë, sepse dark është edhe nuk dua që të ngarkohen shumë. Shikojmë se si do jenë, pavarësisht se unë i kam provuar, por inshallah nuk e kanë prishur dorën. Nga shumë të vogla, kështu që po i vë 5 copë të vogla dhe janë mjaftueshëm.